njerëz të lirë dhe të thellë, kemi dhënë të shkojmë thellë me kullën sonte. Kuptojmë më shumë gjërat që aktualiteti nuk na lejon të kuptojmë. Prandaj do ikim thellë, dip, do ikim dip, plaset fabula në ekran, Ledio. Për kafene kulla kemi biseduar bashkë pasere këtë punë, dhe ti në fakt thoshe gjithmonë, diçka pritet të ndodhë në lindjen e mesme, ku flisim për shërbimet. A është ky momenti, prandaj e kam bërë të pyetje sot, a është ky momenti kulla që ne të fillojmë dhe të dekriptojmë, të hedhim dritë mbi situatën atje? Ç'është kjo histori, kjo lloj konflikti i heshtur, kjo lloj lufte ftohtë midis shërbimit sekret izraelit Mossadit dhe CIA-s, që në këto momente duke se ka lidhje me Gazën, me atë që po ndodh në Gaza. Pak më gjerë. Pak më gjerë se kaq, po unë them niset nga Gaza. Sigurisht. Dhe për të kuptuar të kulla, ne do të kemi sot kohën e nevojshme, them unë, pak të 30 minuta për ta kuptuar këtë gjë. Apo hym vërtet në një epokë ku SBA dhe Izraeli, dy vende më shumë se mike, do thoshja, në këtë moment janë keq. Janë keq dhe diçka pritet të ndodhë. Por çfarë është kjo që po ndodh, duke si mister mënyra si e them unë, por ti do e dekriptosh, por pas se të fillosh kulla, kam një pyetje për të bërë. Ç'është kjo stem flamur italian që ke sot në këmishën tënde? Po jo më ishte kjo festa Italisë para 3 ditësh edhe mora një dhuratë edhe ka qenë festa, ka qenë festa në 3 qershor? Festa e 2 qershorit. E 2 qershorit. Po. Dakord. Kështu që është thjesht kështu se ishte festa Italisë edhe mora si dhuratë. Po pse këto konsiderohen dhurata akoma kur shkon në përpritjet e ambasadave kështu? Ka miq veçantë që më bëjnë dhurata të veçanta dhe kështu gjëra të lehta elementare, kështu që janë simbolike më shumë. Po. Po që i bën ata me qëllim për t'i vënë për shembull, janë kopsa këmishash, këmishat që janë kështu. Ose gjëra që ka butone kështu, kupton. Si butona? Ja si kjo për shembull. Po pse ku është butoni asaj? Jo, s'është buton, kjo vjet këtu për shembull është një buton kujtova se e shtyp dhe e regjistron. Jo, ato janë tjera. Ato janë për spionazh. Ka në çdo dyqan në Tel Aviv apo në Jeruzalem nga këto që thotë kështu. Që për të regjistruar? Për të regjistruar telefona, ora, gjëra, ka sa dush nga këto silolapsa etj. Ndërkohë të këmisha jote nga ana tjetër që se mund ta shohim, përveç stemës italiane, që ta bëri dhuratë, ta bëu dhuratë në ambasadën italiane. Jo nga ambasada, miq nga Italia. Miq nga Italia, në fakt. Me rastin e datës. Lexon GFK do të thënë është ajo. Kjo këtu. Jo më emri im IK. Jo. Se ajo i është gjë. Po mirë, dhe unë kur e shoh atë më duket sigurisht kjo JFK, aeroporti, kjo John Fitzgerald Kennedy, presidenti i vrarë. Jo, po është tjetër gjë. Po ashtu duket pra. Po mirë, më është emri im. Tani mund të më thuash kush kur thua miqtë mi nga Italia, do të thënë janë miq në kuptimin që erdhën apo safat për festën apo që jetojnë këtu në Tiranë? Jo. Njerëz që kur vijnë festat më bëjnë mu miqojnë, për shembull, o kur vin vetë ose miqojnë nga Italia etj. Kur vin festat bëjnë dhurata simbolike kur është domethënë Krishtlindja këto. Nga këto gjëra kështu domethënë vogla që po që ka një simbolik. Simbolika shumë e rëndësishme në miqësi, kupton? Ky kundërshtari i Melonit, miku jot Renzi. Si ka mundësi që është kaq i se s'po hym dot akoma te kjo, po ja do hym tani vetëm një sekond. Si ka mundësi që është kaq aktiv e shoh që është shumë aktiv në rrjetet sociale, mos më del shumë në TikTok. Po sepse Renzi është që i bën pyetje Melonit, ministrave atje, po shumë elegant. Renzi ka arritur që domethënë nga kryetari i partisë madhe u bë kryetari i partisë vogël, dhe ka arritur të mbijetojë nëpërmjet këtyre gjërave, sepse ki parasysh që edhe Melonit i intereson që të jetë Renzi kryetari i real. Mos jetë ajo shlaj. Po sepse shlajn. Sepse Shlejn për shembull është një hebre nga italiane, nga zona e Bolonjës, dhe ka një detaj Shlejni me është lesbike. E kësaj, me Shqipërinë. Motra e saj ka punuar në ambasadën italiane në Tiranë 4 vjet. Dakor. Motra e Shlejnit, kryetare së opozitës së madhe në Itali. Dhe është gjithashtu ajo diplomatja italiane që para disa vitesh, nëse të kujtohet ty, bën atentati dogjën makinën në ambasadën italiane në Athinë.
Jo, këtë nuk e di. Ke parasysh to brigadat e kuqe greke, këto organizatat? Po jo para sa vjetësh, Jo, para një 5-6 vite, shumë saj. Po jo, po shtatëndori ka kuqe? Jo, më tjetër organizat, nuk. Po nuk është brigada e kuqe atë. Jo, po s'është brigada e kuqe. Janë kështu të majtë nga këta, të majtët revolucionar. Po. Që është klub i vogël, po Renci që është shumë i zgjuar, është njëri i niveleve superore nga ana e zgjuarsisë. Jo dhe aq, se po të që do ishte akoma, fakti që ka rënë ka i shumë... Bëri një gabim strategjik që bëri një referendum në kohën, sepse ai ishte me 42% mbështetjen popullore, fitoi zgjedhjet europiane me 42%, dhe mendoj që ishte momenti që të ndryshonte gjithçka. Dhe gaboj që nëpërmjet një këtij referendumi bëri gjithë armiqt kundra vetes dhe humbi. E tani kanë vetë me sa deputet parlament? S'ka rëndësi, është brenda parlament. Jo, ma ishte senat, më duket fare. Është senat pra, po është dhe në parlament dhe senat. Po bukur është. Po dyja s'mund të jetë o kulla. Po sepse partia është dhe në senat dhe në parlament. Ai është senatori. Ky është paradoksi sepse gjithë kryeministët Renci humbi atë referendumin pikërisht për shkak se donte të shkrinte senatin. Dakor. Dhe tani i vëdin senat, çfarë perle. Pyta. Fillojmë kulla pa unë burko. Mund të më thuash, ç'është kjo prallë? Është prallë kjo, po është e vërtet më burr? Se gjithçka mund të më thoshin. Ka pasur përplasje midis Mossadit, shiko. Nëse më lejon vot tani, që të futemi direkt, ta marrim seriozisht të punë. Ka pasur përplasje gjithmonë mes Mossadit dhe CIA-s, ë? Ka qenë një rast i tmerrshëm që marrisi një Reno. Mua që se mban mend ti, që ty s'u kujtoja, jo? Mban mend? Që ta kam lexuar një herë, se çka ndodh viti 1900 sa ishte 52. Kam pasur në mënyrë të vazhdueshme ata. Ka pasur përplasje ata, asnjëherë nuk është thënë publikisht, ë? Kam pas mënyrë të vazhdueshme. Janë vrarë dhe ushtar. Kam pas kështu Shikulla. Shish sot operacionet e CIA-s dhe Mossadit në lindjen e mesme. Këtë e kam për publikun, po ndërkohë dua të pyesë ty më thuash po jo vetëm, pa komente. Mossad operacionet e CIA-s dhe Mossadit në lindjen e mesme. Mossad, ha Mossad lemodin. Ule takfidim. Mu e kadim. Dgjoj, operacione dokumentuara. Se ç'ishte kjo që lexova, duhet të jetë emërtimi. Do të thënë ha Mossad lemodin. Ule takfidim, mu e kadim. Ç'do të thënë? Unë lexova pak si arabisht, në fakt nuk është kaq tek. Është hebraisht. Është hebraisht po. Operacioni Diamond në vitin 1960. Institut Statistikash e ka emërtimin, ëh, ta dish. Institut Statistikash e ka? Po e ka pak më të gjatë. Si Instati. Po. Fyta. Operacioni Diamond 1966. Objektivi, avion uftarak sovjetik MiG-21, vendodhja Irak, Izrael. Përshkrimi Mossad bin pilotin irakian Munir Redfa të dezertoi dhe të fluturoi MiG-21 drejt Izraelit. Rëndësia, sigurim informacioni kritik për teknologjinë sovjetike, përfitim edhe për SBA-t. 2. Vrasja e Imad Mugnieh. Imad Mugnieh, 2008. Imad Mugnieh ka qenë shkurt sepse është shumë e gjatë. Po, e kam njohur Imad Mugnieh se rrinte në Damask, edhe atje është vrarë. Imad Mugnieh ka qenë i konsideruar nga amerikanët më i rrezikshëm se Bin Ladeni. Nga ishte Imadi? Imadi ishte nga Beiruti, Beiruti i Jugut. Ishte shiit, është themeluesi, një nga bashkëthemeluesit e Hezbollahut. Shefi operativ i Hezbollahut, vendodhja në Damask, Siri. Është njeriu që vrau ka vrarë shumë atentatin kundër ambasadës franceze, kundër trupave amerikane në Beirut, është konsiderohet si terroristi më i rrezikshëm. Me mbështetje nga CIA, Mossad me mbështetje nga CIA, përdori një bombë në makinë për të eliminuar. Ky është varianti zyrtar, po ka dhe një variant më pak zyrtar. Cili është? Apo e shkurt që të kaloj. Imad Mugnieh konsiderohet si njeriu që vrau ish-kryeministrin izraelit, ish-kryeministrin libanez Rafik Hariri në mes të Beirutit me bombë atëherë. Dhe kjo e çoi qeverinë e Sirisë në probleme të mëdha, në halle të mëdha, ajsa Siria u detyrua të rriqte trupat ushtarake nga Libani dhe u ngritën akuza kundër qeverisë siriane në Hag, se u bë një hetim për këtë gjë. Dhe u arrit të vërtetohej që njerëzit shumë afër Asadit, kunati i tij që vdiq me bombë në 2012 në zyrën e tij në Ministrinë e Mbrojtjes, që ishte shefi i shërbimit Asef Shafkati, ishte shefi i shërbimit dhe ishte burri i motrës së Asadit, general, bashkë me Imad Mugnieh dhe bashkë me ish-ministrin e brendshëm Gazi Kenan, që pastaj edhe i vrau veten në zyrë me 2 pluma, domethënë përgjithësisht shoku i Tjatit. Këta ishin njerëzit që qëndronin pas vrasjes që lidhnin Asadin me vrasjen e kryeministit Hariri në Liban. Dhe njeriu i fundit, po vi këtu, njeriu i fundit që e lidhte qeverinë e Sirisë me të kohës, me eliminimin e Haririt, ishte pikërisht Imad Mugnieh, që ishte shefi i operacioneve dhe që rrinte në Damask sepse aty qëndronte më i sigurt.
Tani, zyrtarisht meritën për vrasjen e Imad Mugnijes e ka marrë. E ka marrë Mossadi, bashkëpunim me CIA, por burimet mia shumë serioze më thonë që në fakt ato e shiti shërbimi sirian dhe drejt për drejt presidenti Asadi i kohës që në mënyrë që të priste çdo lidhje mes tij, zyrës tij dhe vrasjes Rafik Haririt në 2005, mars 2005. E kapet çfarë thash? Le ta themi që e kapa. U bën gjithë bashk. Rëndësia ishte atentat kyç Mugnijev. Mugnijev kishte rol në sulmin dhe maristave amerikanë në vitin 1183. Po si ishte vetëm ajo, Mugnijev kishte një listë gjatë. Di pra, po këtu janë përgatitur pikat që po flasin për këtë. Kjo është pjesa zyrtare. Mosat CIA po. Pjesa zyrtare është kjo. Unë thash edhe këtë tjetër. Po mund të më thuash më shkurt të tjerat sepse është shumë listë gjatë. Po kënaqesh shumë. Jep. Do të thuash po jo. Po, okay. Po edhe pamp me një fjali, pa bërë Në rastin e Imad Mugnijes unë e kam njohur në Damask. Okej, dakor. Unë nuk e dija kush ishte personazhi që kisha njohur, pas vdekjes tij, një miku im nga Damasku më tha, "Mba mend filanin që kemi takuar filan." Ai kishte takuar dhe ti këtë Mugnijev. Po e kam takuar se duke si njëri normal rrugë, rritet kështu, domethënë. Ai në fakt ishte Imad Mugnijes I Hezbollah. që ai ishte njeriu më i kërkuar në atë kohë, domethënë, po që mbaj gjithmonë me 5-6 emra dhe nuk identifikoi kush ishte. Qyta. Dhe kur i bie të kemë vrarë të? Ky është vrarë në 2008-ën, ndërkohë Hariri është vrarë në 2005-ën. Po 2008-ën po. Dhe në 2006-ën është vrarë djali Xhaxhait, miku tim, djali ish presidentit të Libanit, ministri, në atë kohë ishte ministri i industrisë, Pierre Xhemajel. Xhemajel. Mossadi dhe CIA o kulla, që mos kalojmë në shumë. E ka vrarë Mossadi me CIA, po në bashkëpunim me shërbimi sirian. Bashkëpunim me Assadin. Bashkë me sirianët po. Vjedhja e arkivit bërthamor Ata e nxorën prit. Më dëgjoj pak, vjedhja e arkivit bërthamor iranian 2018. E vërtet. Okej, dhe këtu s'kemi debat. Dokumente sekrete dhe programi bërthamor iranian ndodhen në Teheran, Mossad depërtoi një magazinë të sigurt dhe grabiti mbi 50.000 faqe. Zbulim me ndikim ndërkombëtar tronditi marrëveshje bërthamore. Tjetër vrasja e bën dhe një gjë tjetër, zbuluan dhe programin raketor, atë që pam ne të sulmeve të shiqe. Tha. Po. Vrasja e Mohsen Fakizadeh. Po. Në 2020-ën. Një nga kokat e shërbimit, një nga kokat e... Do të më thënë dhe qa janë këta. E programit bërthamor iranian. Po, këtu pra është arruar detaj, po shumë qësh kjo Mohsen Fakizadeh. Po tash pra një nga kokat e programit bërthamor iranian. Por e qa është më është e... Jo, iranian. Ha, pra, po se kjo... Tash pra një nga kokat e... Një nga kokat e programit bërthamor iranian. Objektivisht e kreu i programi bërthamor iranian, vendodhja Absard. Qa është Absari tani? Një nga qytetet e në Iran, Iranit. përshkrimi u vra me armë të komanduar nga distanca me ndim teknologjike dhe inteligencë artificiale. Po. Rëndësia, tregoi aftësinë teknologjike të Mossadit në atentate sofistikuara. Po këto janë operacione që Mossadi ka bërë pa CIA. I ka bërë vetëm. I ka njoftuar, po i ka bërë pa CIA. Prandaj pa nuk është CIA këtu. Operacioni Zemërimi i Zotit 1172-1180. Objektivi antarët e shtatorit të Zi, sulmi terrorist Mini 1172. Edhe këto i kanë bërë pa... Kjo ka qenë me urdhërin e kryeministës Golda Meir, e cila dha urdhërin që të eliminohen gjithë ata që morën peng antarët e ekipit kombëtar të Olimpik të Izraelit, dhe që morën peng dhe... Po, në ratë olimpike është bërë kjo në po. Dhe pas kësaj u kriju organizata terroriste që quhet Shtatori Zi, që ka qenë me krye, domethënë ishte organizatë terroriste operative, po në krye politikisht ishte Arafati, dhe u vranë të gjithë përveç njërit, i cili mbjetoi dhe ndodhej në Norvegji. Madje në një moment caktuar, ai që ishte edhe më kryesori, Ali Salemeh, që u vra pastaj nga në 82-shin në Beirut u vra nga Mossadi, ai u mor në mbrojtje nga CIA sepse bënte agentin e dyfisht. Ishte edhe pikë kontakti me CIA. CIA, Central Intelligence Agency. Po. Operacione dokumentuara. Operacioni Ajax 1153. Objektivi, kryeministri iranian Mohamed Mossadegh. Po Mossadeku ishte kryeministri komunist për herë të parë. I Iranit që... Për një sekund, vendodhja e Iran, përshkrimi, puçi organizuar nga CIA dhe MiG-6 për të rrëzuar Mossadeghu dhe rikthyer Shahun. Rëndësia, nisme politikës ndërhyrës amerikane në limin e mesme. Mossadeku e ktheu Iranin donte të krijonte një aleancë si ajo që ka sot Irani me Rusinë, në atë kohë me Bashkimin Sovjetik, dhe rrëzoi Shahun, dhe në atë kohë gruaja e Shahut ishte goca e mbretit të Egjiptit, që ishte origjinë shqiptare, një nga gratë më të bukura të lindjes mesme,
Dhe Amerikanët bashkë me Britanikët e rrëzuan Mossadekun sepse panë si një kërcënim, gjë që ndodhi shumë më vonë me revolucionin 79-s, pastaj po në atë kohë. Tu ishte CIA, kujdes dëgjoj kulla. Operacioni Ciklon 1179-1189. Objektivi trupa sovjetike në Afganistan, vendodhja Afganistan, përshkrimi, CIA furnizoi mujahidinët me armë dhe para përmes Pakistanit. Rëndësia, operacioni më i madh përmes Arabisë Saudite. Operacioni më i madh i fshet kontribuoi në rënien e Bashkimit Sovjetik. Sigurisht, po ato e ka bërë me Arabinë Saudite, me Pakistanin dhe me shumë vende tjera. Kështu është prodhuar Bin Ladeni. Pra Bin Ladeni ka fillimet e vetë si një Po edhe operativ. këtu s'është Mossadi, është CIA vetëm. Këtu është CIA. Vazhdojmë. Operacioni Merlin. 1190-2000. Merlin, se jam i bukur. Programi bërthamor iranian ishte objektivi. Tu janë të dy. Prit, Iran vendodhja përshkrimi, CIA dërgoi planet e reme për anë bërthamore përmes një shkencëtari rus. Rëndësia, dështimi i rënd, Irani mund të ketë përfituar. Këtu janë të dy. Sot që për dy këtu. Këtu janë të dy. Versioni zyrtar nuk thot për dy. Këtu janë të dy. Iku vazhdojmë. Vrasja e Ayman al-Zahirit. Al-Zawahiri ishte numri 2 i Al-Qaeda. 2022-shin. Po tu janë Amerikanë. Për një sekond, mbaroj unë do thuash ti. Objektivi, lideri i Al-Qaedës, vendodhja Kabul, Afganistan, Numri 2 i Al-Qaedës. përshkrimi, u vra me dron CIA, prit me një sekond, ta mbaroj unë këtë dhe pastaj ta lë ty. Përshkrimi, u vra me dron nga CIA me raket R9X kulla. Pa shpërthim me teh, çdo më thënë me teh. Me teh, e se merre vesh. Rëndësia akmarrje pas rrekjes nga Afganistani. Urdhë. Ishte numri 2 i Al-Qaedës, pra ishte shefi operativ, ishte egjiptian, që e njihnin mirë të gjitha palët, dhe ishte para goditjes së Bin Ladenit, kjo ishte goditja më e nivelit lartë që dhanë, po ishte pjesë e atyre pjesë atyre mujahidinëve që ishin zhvendosur në Afganistan pikërisht për të luftuar Bashkimin Sovjetik atë. Timber Sycamore, 2012-2017. Objektivi, regjimi Bashar al-Assadit në mënyrë indirekte, vendodhja Siri, përshkrimi, CIA financoi dhe armatosi rebelët sirian përmes Jordanisë. Rëndësia, kontestuan rënd, disa grupe radikalizuan. Do të thuash që ky që është bërë presidenti i ri i Sirisë është pjesë e këtij operacioni? Nuk e di, po ta lë ty. Është pjesë e këtij operacioni. E mundshme, shumë e mundshme. Vetëm që dorë të leti jo nga mjekra se nuk dëgjohesh në mikrofon. E mundshme, shumë e mundshme. Fushata e sulmeve me dron pas 100 shtatorit. Objektivi, operativ të Al-Qaedës dhe ISIS. Vendodhja Yemen, prit, Pakistan, Somali, përshkrimi, sulmet përsëritura me dron dhe objektivave të nivelit lartë. Rëndësia eficiente, ushtarakisht, pasoja politike dhe civile. Këtu më shumë ka qenë i përfshirë Pentagoni me thënë drejtën me shërbimin me dijan se sa CIA, po ka pasur dhe operacionet përpara. Analiza, tani dëgjoj analizën krahasimore. Po. Sa e bukur. Mossad CIA. Te madhësia, përsa e përket madhësisë. Mossad është i vogël, është elitar, është kirurgjikal. Problemi është se Mossadi është njëra nga pjesët e kompleksit të inteligjent. Rita lexoni tamam që të lë ty ta kuptoj njerëzit. Kompleksit inteligjent të Izraelit. Po mu pa mbaruar unë, nuk kuptoj që njerëzit. Okej. Dëgjoj vëmë tap. Pra edhe një herë, përsa e përket madhësia, Mossadi i vogël, elitar, kirurgjikal. CIA masive, burokratike, globale. Urdhë zoti Kulla. E vërtet janë të dyja, por tek Mossadi do bëjmë një shpjegim. Mossadi është vetëm për jashtë Izraelit. Për brenda Izraelit është Shabaku ose Shimbeti që njohim ne, dhe pastaj është shërbimi nga ku lindin gjithë, që është shërbimi ushtarak i Izraelit që quhet Aman. Dakor, po tani pse ma bën ti mua këtë tre këto bëjnë komunitetin e inteligjencës Izraelit. Rregull, po tani ne po krahasojmë Mossadin me që është për jashtë, me CIA me që është për jashtë. Po. Kështu që përshkrimi është i saktë. Atëherë, okay, vazhdojmë. Stili operimit midis Mossadit dhe CIA se ku ndryshojnë. Mossadi për mbijetesë kombëtare goditet me njerëzshme. CIA kompleks strategjik me bashkëpunime të gjera. Jo, ka një diferencë. Mossadi nëse e identifikon atë objektivin e vret, kudo që të jetë, nëse e fut te lista atyre që janë kërcënimi, kurse CIA duhet marrë autorizim e presidentit. Ja, pra, këtë tham. Po. Po ja shpjeguam njerëzit më thjesht. CIA duhet marrë autorizim e presidentit të Amerikës, Mossadi e bën dhe pa autorizim. Forca e përdorur, Mossadi, vrasje të synuara, sabotim, CIA, dron operacione indirekte në ndikim politik. Po bën edhe kështu edhe ashtu, normal. Inteligenca, Mossadi, fokus te humint, human intelligence. Po, tek agjenti i filtruar. Tek inteligenca njerëzore. Prit, CIA. Sigint. Humint plus sigint. Po.
Sinjal inteligjencë, plus survejim teknik. Normal. Sepse Kjo ka më shumë të humanët, ndërsa kjo ka të... me gjithë ato satelit që ka Amerika, normal që do provoj shumë si gint. Por ki parasysh një gjë që unë kam njohur shumë agent dhe ish agent të Mossadit, po dhe të Shabakut, se ata lëvizin basta atyre, një pjesë agentëve të Mossadit ti nuk i dallon dot, aq mirë flasin arabisht, dhe aq të zinj janë sa ti nuk i dallon dot nëse janë arabë ose jo. Se flasin shkëlqyshëm arabisht. Sigurisht. Për si shflet ti dialektin e Sicilisë. Kam një mikun tim unë që kur të vi këtu do ta ul, domethënë, që është një general i... Do marrim emision? Po edhe mund ta marrim, ta pyesim. Ama jo, por nuk kam më shumë të gjua, dhe gjë kur flet. Sigurisht, do ta përkthej unë, edhe ai Ka qenë general? General i policisë së Izraelit, madje ka pas rast atëherë që isha unë para... Po është italian pra? Jo, është Izraelit. Dakor, më fa nuk e di se më kutu si urthej italian. Dhe ai flet arabishtin, është edhe i zi, njësoj si arabët, edhe kur ta sjell tu do ta dallosh, domethënë që është... Po nuk është më në funksion tani. Ata edhe kur janë, sepse Izraeli nuk e ka... Ata edhe kur janë shkuritarët, ata janë prap aktiv. Momentin që i thrasin janë gjithë në lojë, prandaj arritën bën 300.000 forcat armatosura brenda javës. Kulla, mbikëqyrja, Mossad, vendime nga kryeministri, CIA vendime nga NSC dhe Kongresi, likshmëria, thot. Ky është problemi, sepse në Amerikë duhet... Ta e kanë më vertikale këta. Jo, po këtu s'ka lidhje, nuk e pyesin këta kryeministrin kur do godasin. Këta i thonë kryeministrit dhe qeverisë, e keni listën, e keni sjell listën. Mbarojmë ne punë tani, është punë e drejtorit Mossadit ose të Amanit ose Shin Betit. Ndërsa në USA, kurse amerikanët për shkak skandaleve që kanë pas, jo Iran Gate, jo këto domethënë, ata janë të detyruar të kërkojnë shumë leje dhe të kenë kontroll parlamentar etj. Kurse Izraeli për shkak të situatës që ka dhe situatës që ka pas në vite është i detyruar të veprojë edhe pa pas autorizime. Për sa e përket rrezikut operacional, kulla, ku ndryshon Mossadi nga CIA, Mossadi i lartë është pra i lartë dhe operon dhe pa aleat. Pra është nivel i lartë shumë dhe operon pa aleat. Ndërsa CIA është e moderuar, kërkon aprovime dhe koordinim. Këtë që thamë. Është e detyruar, s'ka çfarë bëj. Tani kullan, le të hymë në këto pak minuta që na mbetën, sepse na iku koha në fakt, ose mundërim akoma, ne mundërim gjithë kohën këtu, më thashtë të tretonim dhe një gjithë tjetër, dhe një fabull tjetër, t'i venim thellë. Beso nuk bëra keq që i thamë, kulla, kemi 5 minuta kohë për ta shpjeguar që gjë. Çfarë po ndodh? Shumë e thjeshtë. CIA është ulur dhe po negocion në Katar drejt për drejt me Hamasin. Për paqen në Gaza. Arpushimin dhe paqen në Gaza. Është herë e parë që amerikanët konsiderojnë Hamasin si e vetmja strukturë politike që përfaqëson palestinezët me ndikim, pavarësisht se ata kanë pasur gjithmonë marrëdhënie diplomatike me Abu Mazin në bregun perëndimor etj. Dhe kjo ka ardhur si rrjedhojë e kërkesës së fuqive arabe, të cilët janë partnerë të Trumpit sot, pra Katarit, Arabisë Saudite, Kuwaitit, Emirateve, po edhe Turqisë. Cilët janë sponsor të leadershipit politik të Hamasit edhe të gjithë asaj që po ndodh në Gaza. Për shkak situatës gjeopolitike në botë, presidenti Trump mendon që arabët nuk mund t'ia lërë Kinës, nuk ka luksin t'ia lërë Kinës. Vizita e fundit ishte shumë e rëndësishme. Dhe deri tani është negociuar me CIA ka negociuar, amerikanët ka negociuar me Hamasin me ndërmjetës, kurse tani negocimi është i drejt për drejt. Mossadi është jashtë lojë në këtë histori? Mossadi është jashtë lojë dhe kjo ka rritur shumë nervozizmin për shkak se të Izraelit. Qeverisë Izraelit, komunitetit inteligjencës dhe sigurisht edhe Mossadit, sepse Mossadi ka listën e atyre që duhet të eliminojë fizikisht në Katar, në Turqi e tjerë, që filloi nga gjithë leadershipi politik i Hamasit, siç ishte Ismail Haniyeh që u vra në Iran në vjet gjatë luftës. Dhe kjo e çon Mossadin në përplasje direkt me CIA-n, pasi CIA ka dhënë garanci që këta njerëz me cilët CIA negocion nuk mund të vriten goditën ndërkohë që CIA negocion. Dhe po punojnë në dy drejtime komplet të kundërta. Mossadi konsideron terrorist dhe i ka në listën e eliminimit fizik të gjithë, ndërkohë CIA ka filluar të negociojë me ta në mënyrë që të arrihet paqja. Dhe kjo ka krijuar një përplasje të hapur mes dy administratave, qeverisë së Tel Avivit dhe qeverisë së Washingtonit, dhe kuptohet dhe të agjencive të inteligjencës. Dhe si mbaron kjo histori? Pra në fund kush i fiton luftën? Do ta shohim, unë mendoj që... Se përplasja midis Mossadit dhe CIA-s duhet të jetë rrezikshme, duhet të ketë dëme kollaterale, apo jo? Kulla të mëdha.
Ja, nuk është kaq e thjeshtë, duhet të interpretuar dhe raporti i forcave, sepse sot Mossadi dhe CIA janë bashkë kundër Iranit, ndërkohë izraelitët janë edhe nervoz për shkak sepse amerikanët po negociojnë edhe me Iranin për marrëveshjen bërthamore, dhe është një krizë e cila nuk është parë ndonjëherë më përpara. Asnjëherë nuk ka pasur përplasje të tilla? Ka patur, po jo në këto nivele. Jo në këto nivele. Jo në këto nivele, sepse dy çështjet, Hamasi në një anë dhe çështja e bërthamores në negociatave bërthamore që po bën Amerika me Iranin në anën tjetër, i nervozon izraelitët dhe sigurisht Mossadi që shërbimi që është shpërndarë në gjithë ato rajon aty, e shef këtë gjë me shumë shqetësim dhe me nervozisëm të madh, pa përmendur këtu faktin që presidenti Trump u ul dhe takoi në Arabi Saudite drejt për drejt Al-Sharën, presidentin e ri të Sirisë, të cilët izraelitët e shohin me shqetësim pikërisht për shkak situatës, sepse ai vjen nga ata që deri dje ishin xhihadistë dhe ishin të ashtu quajtur dhe të konsideruar terroristë, dhe sot janë qeveria e Sirisë. Kështu që kjo ka arritur një lloj tensioni politik, por jo vetëm tension politik, po edhe një përplasje, një shtërngim marrëdhëniesh në kuptimin e shërbimeve inteligjente amerikane dhe... Ata jo se komunikojnë apo jo? Sigurisht komunikojnë, po nuk ja kanë më të besë njëri tjetrit, sepse... Qartë, në fakt asnjëherë s'e kanë pasur. Po sigurisht, po tash është më rënd akoma. Më e theksuar. Po çan do? Por duhet konsideruar që prapë është... Se do shpjegosh të hartën, ose mund të kuptosh. Harta shumë e thjeshtë... Shteti lindjes mesit goditura nga veprime armiqësore të konfirmuara nga Mossadi dhe CIA. Është shumë e thjeshtë. Mossadi ka goditur disa herë në Egjipt, që është edhe fqinjë aty. Kuptohet kjo ndër vite. Edhe poshtë në Sudan. Sudani është një vend që është në luftë civile dhe ka një prezencë të madhe të Rusisë tash po është gjithë pjesa e detit Kuq. Madje një nga operacionet më të famshme është bërë pikërisht aty në fund detit Kuq, ku në vitet 70 dhe 80 Mossadi arriti të transportoj pa e kuptuar vendaset aty, domethënë Eritrea, dhe që po arrinte të transportonte të shpëtonte drejt Izraelit hebrejt zezak, hebrejt e hershëm të... Qartë. Dhe ka dhe filma, ka dhe histori, domethënë, të pjesës këtej të detit Kuq. Dhe pastaj janë operacionet që janë bërë, ju e shikoni në hartë aty në Emirate, vrasje që ka bërë Mossadi. Po këto me blu çfarë janë, se nuk e lexova ata bënë poshtën. Janë me blu dhe të bardhë. Atëre ti ke ato blu me të bardhë mes është CIA dhe ajo me bardhë me blu në mes është Mossadi. Dakord. Dhe pastaj ke operacionet të Mossadit në Irak, në Kurdistan, pasi thuhet që forcat e Kurdistanit pra janë mbështetur vazhdimisht nga Izraeli dhe nga Mossadi, në Siri, në Iran, në Emirate, në Katar, pra, dhe tashi kemi një bashkëpunim të tyre në Yemen, ku ndodhet edhe Arabia Saudite, edhe CIA, edhe Mossadi kundër Iranit, dhe kjo është arsyeja pse kemi ato goditje që Huthët godasin dhe këta kundër godasin Huthët. Është një situatë e cila lëviz, dhe në disa shtete ata janë aleat, në disa shtete ata nuk i zënë më besë njëri tjetrit, por... Ore kulla, unë një gjë nuk kuptojmë, olla. Ma shpjegojnë gjithë lutem. Qëllimi i përbashkët, në fakt, i Amerikanëve dhe Izraelit, cili është? Izraeli, në fakt, pavarësisht se çfarë thotë Netanyahu, kërkon që të mbaroj lufta atje, apo kërkon që të deportohen të gjithë gazauitët dhe të ikin nga ai vend? Shiko, Izraeli është një shtet... Sepse këtu do të kuptojmë, pra pse Trumpi një moment saktuar, do të krijojë konflikt me Netanyahun. Sepse Trumpi duhet vlerësoj, po bën një vlerësim më të gjerë, si në rastin e Rusisë. Dhe vlerësimi që bën Trumpi është që të gjithë vendet arabe janë në kërcënimin e kalimit të një aleancë me Kinën, dhe të bëjnë pjesë e BRICS-it. Parashikohet që në javët në vijim të vizitoj Egjiptin presidenti Kinës, Rusia është vendosur në Sudan, para 2 vitesh u bën një marrëveshje paqe nga Kina mes Iranit dhe Arabisë Saudite, armiq të përhershëm. Iraku është një vend që ka kaluar gjysmat e Irakut pak në kontrollin iranian, dhe ne pamë edhe gjatë luftës fundit ishte një vend nga ku iranianët vazhdonin çonin trupa drejt frontit me Izraelin, ose raketat iraniane kalonin nga sipër Irakut. Irani përbën një kërcënim permanent për Izraelin për shkak të sistemit raketor, por edhe për shkak të Mores. Por nga ana tjetër, Amerika e Trumpit kërkon që ta ndërpres këtë kanal komunikimi mes lindjes mesme dhe Kinës,
sepse është shef shumë të rrezikshme në afatgjat, sepse nëse Kina do të arrinte të siguronte burimet e saj energjetike nëpërmjet gazsjellsave dhe naftsjellsave që vijnë nga lindja e mesme dhe shkojnë drejt për drejt në Kinë, pasi aty i bashkon territori i Afganistanit nga Irani. Irani është në kufi me Afganistanin. Kjo do të përbënte për amerikanët një humbje strategjike shekullore. Prandaj thot Izraelit, ne ju garantojmë juve sigurinë, por në anën tjetër ju tani duhet të na dëgjoni ne sepse ne kemi nevojë për paqe në njohjen e shtetit palestines, paqe, sepse ne nuk duam të humbim aleatët tanë strategjik në atë rajon, siç jeni ju aleat strategjik për ne, janë edhe arabët aleat strategjik. Kështu që lufta prandaj është shumë delikate, është edhe diplomatike dhe politike dhe inteligjencë. Pritet për shembull që ditët që vinë dëgjojmë ndonjë ekzekutim të mistershëm ose në vdekje të papritur për shembull të ndonjë, po themi, agentit shërbimit të Mossadit apo të CIA-s në këto javë që vinë. Shiko, duhet kuptojmë që në botën e shërbimeve inteligjente, eliminimi i agentëve pa dashje me dashje apo edhe si gjysmë me dashje është gjithmonë një gjë prezente dhe ndodhin dhe shpesh ndodhin dhe ne nuk i marrim vesh. Kështu që kjo është një gjë që kur merren vesh, për shembull, është rasti i famshëm i Khaled Meshalit, ky është një bashkëpunim që CIA bëri edhe me Mossadin, edhe me shërbimin e Jordanisë. Në 97-ën, Khaled Meshali, lideri politik i Hamasit, që sot është lideri politik i politikës jashtme të Hamasit që është në Katar, u helmua në Jordani në hotel, në një intervistë në thojza nga 2 agentë Mossadit që shkuan si gazetar të intervistonin, dhe përfundojnë gjendje kome. Atëhere, mbreti i Jordanisë asaj kohe, babai mbretit soshëm, shkoi i kërkoi ndihmë drejt për drejt presidentit të kohës Clinton, i cili i kërkoi ndihmë kryeministrit të Izraelit, ka qenë Netanyahu, dhe i tha, tash siç thatë Helmin, na jepni edhe kundër Helmin, sepse mbreti i Jordanisë tha që nëse vdes Khaled Meshali në Jordani, atëherë mua do më çohen, sepse 60% e popullsisë së Jordanisë është palestineze. Mua do më çohen në kryengritje dhe rrezikoj që të bie. Dhe amerikanët vlerësuan që ishte shumë e rëndësishme mbajtja në këmbë e mbretërisë hashemite të Jordanisë, se sa vdekja e Khaled Meshalit, kështu që Mossadi që helmoi, Mossadi i dha amerikanëve dhe kundër helmin, dhe pastaj ai u shërua dhe është gjallë sot e kësaj dite dhe tregon. Po. E tregon vetë histori? Po, mua ma ka treguar personalisht, po e ka treguar dhe me. E ka treguar ditë? Po disa herë. Kam dhe foto ta kam nxjerrë ty në emision me të. Se më mend. Po. Kush ishte ky të njëjë? Khaled Meshali, lideri politik i politikës jashtme, si më thënë ministri i jashtëm. Ministri i jashtëm i kujt? Ish ministri i jashtëm. I asaj që është Hamasi, pra kreu i politikës jashtme të komitetit politik të Hamasit që është në Katar. Po ma ke thënë këtë. Dhe është në Katar, është zyrtar. Atë nuk e heqën një qafe. Atë duan të kenë. Po e provuan për ta heqë një qafe, po të me hoqë një qafe. Po sa vjeç është ai tani? Tashi Khaledi duhet të jetë diku te 70 vjeç. Okej. Fita. Kështu që historitë e shërbimeve janë kështu, domethënë. Ajo të lutem lajmëron çik shpesh mund t'i gjesh bashkë, janë drek e darkë dhe janë dhe lajmëron çik me telefon. Lajmërosh me telefonin, të lutem 2 të ftuarit e tjerë të bëhen gati, se hyn për pak minuta, për çere kore. 7 minuta. Ledio, ky është momenti